Përshëndetje, kur gazetarët e pyetën për kontraktorin që zbatonte kontratën lidhur me fenomenin e infektimit të fëmijëve me bakterin Salmonella në Gramsh, kryetari I kësaj bashkie, ndër të tjera, tha se nuk e kishte idenë të thoshte emrin, por ishte një kompani që rezultoi fituese nga procedura e prokurimit. Nuk mund të dinte kryetari I bashkisë sa është vlera e tenderit dhe se ndonjë prind po shfrytëzonte rastin e fëmijës së tij për të bërë politikë. E vërteta është se në zbatim të nenit 73 të vendimit të Këshillit të Ministrave për miratimin e rregullave të prokurimit publik, kryetari I bashkisë e di mirë vlerën e tenderit sepse ka nxjerr urdhrin e prokurimit. E di mirë historikun e tenderit sepse ka miratuar raportin përmbledhës duke adresuar problematika që mund të dalin nga ky raport dhe e di mirë se kush është kontraktori sepse ekziston një kontratë e lidhur që në 12 dhjetor 2023 ndërmjet Bashkisë Gramsh dhe kontraktorit Nelsa SHPK me objekt blerje mallra ushqimore për plotësimin e nevojave të çerdheve, kopshteve dhe konviktit të shkollës së mesme me afat 24 muaj. Kujtojmë se në vitin 2018, një tender I ngjashëm për blerje ushqimesh ka qenë shkaku I dënimit të formës prerë dhënë nga gjykata e apelit për krime të rënda, për korrupsion në tendera, e zhvilluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, për ish drejtorin e burgjeve dhe të tjerë biznesmen, përfshirë kompani Nelsa SHPK, e cila në atë kohë kishte pronar babain e zonjës që mban pronësinë aktuale. Edhe pse subjekti dënimit nga gjykata sipas spending data dëshmohet se autoritetet kontraktore kanë kualifikuar dhe lidhur kontrata me këto operator në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik, neni për kriteret detyruese për skualifikim.1b. Sipas Open Corporates.al, ky operator ka regjistruar 8.5 milion euro para publike nga tenderat përfshirë edhe periudhën pas dënimit gjyqësor të formës prerë. Duke kujtuar kryetarin Besion Ajazi se mban përgjegjësi menaxheriale përfshirë dhe përdorimin e fondeve publike sipas nenit 8 dhe 9 të ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, apelojmë organet ligjzbatuese të identifikojnë dhe penalizojnë përgjegjësit konkret të kësaj ngjarjeje. Fëmijët nuk mund të jenë të pasigurt, shqiptarët nuk mund të jenë të pasigurt për shkak të papërgjegjshmërisë së shtetit. Faleminderit.